Dega e Partisë Demokratike në Corik ka denoncuar se zyra e tyre është vjedhur natën e së njëjtës. Sekretarja e PD-s në Corik ka konstatuar se zyra nuk është hapur me forcë apo përmes thyerjes, ndërsa bëhet me dije se grabitësit kanë marrë vetëm një kompjuter dhe një televizor. Për ngjarjen ka reaguar drejtuesi politik i PD-s në Elbasan, Tomor Alizoti, i cili e cilëson rastin si akt politik, pasi është vjedhur kompjuteri ku janë listat e sigurta të përkrahësve të PD-s në këto zgjedhje. Hyrja e zyrës është akt politik dhe nuk bëhet fjalë për sendin, bëhet fjalë për cënimin e një zyre elektorale gjatë fushatës elektorale. Kompjuteri, për ata që i njohin zgjedhjet, përmban listat e sigurta të votuesve të demokratëve, i cili është informacioni i PD-s dhe është në duart e kundërshtarit. Ta shohin të gjithë ata që besojnë tek Bashkimi Evropian, të gjithë ata ambasadorët e OSBE-s, ta shohin edhe SPAK-u, pasaportën europiane. Zoti kryeminist, unë e di që ju jeni njëri banal. Është një akt burracak politik, por është një gjë që vetëm na vërteton që çdo hajdut në Shqipëri, çdo kriminal në Shqipëri është mik i juaj. Ndër të tjera, Alizoti tha se në Bashkimin Evropian nuk shkohet me thyerje xhamash.